Një diçka që mu shumë shpesh më pengon është kur njerëzit obez akuzohen si dembel ose me karakter të dopt, por ne dim që s'është gjithmonë kështu, apo jo dok? Jo, ekzistojnë domethënë një fuqi e sistemit gjenetik, mes instinkteve bazike që njeriu e detyron për shkak të frikës evolutive që njeriu të ushqehet kur i vjen shanca. Po. Dhe kjo është një prej ndjenjave aq të fuqishme sa shpesh jemi të pafuqishëm ndaj kësaj ndjenje. Dhe në këtë kontekst mendoj që në kohët moderne është stresi një faktor shumë të rëndësishëm, pastaj prezenca në çdo kënd e sheqerave dhe hidrateve të karbonit dhe mundësia që ne të ushqehemi shpejt. Po. Kështu që kjo ka ndikuar që në dallim prej ndoshta para disa mijë viteve, sot jemi në një disbalancë mes asaj se çka ushqehemi, çka kemi nevojë dhe si ta organizojmë jetën. Në këtë kontekst, domthonë në kohën moderne është duke ndodhur diçka jashtëzakonshme, domethënë është duke ndruar loja, është një game changer në zhvillimin shkencor. Kështu që këto mekanizma fiziologjik, evolutiv, domthonë për herë të parë njeriu mund t'i kontrollojë gjithsesi, mund t'i menaxhojë në formë tillë, e cila domthonë krijon njeriu ndjenjen se kjo nuk është e detyrueshme, por ne mund ta rregullojmë edhe peshën, po edhe shumë tjera sëmundje tjera domthonë që i sjell ajo. Domthonë mbi pesha dhe obeziteti. Me sa kom pa thuhet që pesha ndikohet shumë nga faktori gjenetik, domethënë ka një farë hereditary factor që thonë body weight në peshë. Por qysh ne rritim atë peshë trupore nëpër kohë ndikon shumë në faktorët mjedisor, këto që tham. Domethënë çfarë do të thonë faktori mjedisor ku e mbjellim farën. Për shembull, po të kishte ekzistu genci në 1930-ën, e ka faktorin gjenetik të vetë, por ndryshe ishte stimulu nga faktori mjedisor, ndërsa sot në 2025-ën me kreto që i përmende me jetën moderne, qaj faktor gjenetik afektohet ndryshe.